Këto janë pamjet nga rruga Kir Shosh, e cila prej ditës së shtunë vijon të mbetet e bllokuar si pasojë e rrëshitjes së dherave nga moti i keq. Grupet e punës janë në teren duke punuar për zgjidhjen e situatës, por ndërkohë këshillohet shmange e këtij aksi. Ndërkaq rruga Bog Theth është e kalueshme, por automjetet duhet jenë të pajisura me goma dimrore nëse udhëtojnë drejt destinacioneve malore. E njëjta situatë paraqitet edhe në akset Koplik-Bog dhe Dedaj-Razëm, ku gjatë natës dhe në orët e mëngjesit të së dielës ka pasur rreshje shiu. Në aksin Tamar-Vermosh, rruga është e kalueshme pa probleme, edhe pse ka prani të gurve në disa segmente, por pastrueset janë në terren. Ndërkohë ka probleme me furnizimin me energji elektrike në fshatrat Zagor, Vrak dhe Kelmen të Malësisë së Madhe, ku grupet e OSHE-s po përpiqen të rikthejnë dritat.